Nicola Antinari mi ha offerto la possibilità di salire in alto. Ero come un uccello che è nato nella cantina di una cattedrale. Shumë vite pas këtij roli, i cili dha sukses jo vetëm në Itali, por edhe më gjerë, Remo Girone, i njohur pikërisht si Tano Karidi, vjen në Shqipëri. Aktori 63 vjeçar, i ftuar special në edicionin e 13 të Festivalit të Filmit Shqiptar, pohoi menjëherë se nuk e njihte më herët Shqipërinë dhe suksesin që kishte pasur këtu seriali Oktapodi. Për të personazhi Tano Karidit ndikoi aq shumë sa që shpesh që prej vitit 1987 ati ju ofruan role të ngjashme. È la prima volta che vengo in Albania. Më vjen keq, por nuk e njihja më parë as Shqipërinë dhe as suksesin e Oktapodit këtu. Sigurisht ai serial ka qenë dhe mbetet pika kyçe e karrierës sime. Mua nuk më ka shqetësuar asnjëherë fakti se si Tano Karidi u bën në një farë mënyre, treguesi im edhe për role të tjera. Ishte një personazh i krijuar nga skenaristët, të cilët në pjesën më të madhe më mendojnë mua kur shkruajnë role negative. Kam luajtur shumë role negative, por vitet e fundit kam bërë dhe shumë komedi. Duke rrëfyer për mediat karrierën e tij disa vjeçare, Girone zbuloi gjithashtu fuqinë e filmit Oktapodi, i cili ishte ndër të parët që foli haptazi për mafian. Ai madje tregoi se disa skena u censuruan për shkak të ndikimit të mafias në politikë. Tek Oktapodi kinemaja nisi të jetë e angazhuar, nisi të flasë për herë të parë mbi mafian, por dua t'ju tregoj se ka pasur dhe pjesë janë censuruar, si në rastin e një skene e cila gjiroi në një zyrë politikani, e cila ngjante shumë me atë të Giulio Andreotit. Skena ishte pikërisht mes një mafiozi dhe një politikani. U desh të bëje gjitha nga fillimi. Nga ana tjetër, me humor, Girone, i cili shoqëroi nga bashkëshortja e tij, u shpreh se i ka mbetur besnik martesës 30 vjeçare, ndryshe nga kolegu Placido, edhe pse në kohën e Tano Karidit, ndryshe nga ç'mund të mendoj, femrat e adhuronin dhe nuk e urrenin për shkak të pushtetit që kishte personazhi. Al contrario di Michele, non sono sposato 25 volte. Ndryshe nga Michele Placido, i cili është martuar 25 herë deri tani, unë jam prej vitesh në një martesë të lumtur. E të mendonin që në kohën e Tano Karidit kam qenë i adhuruar nga publiku femëror, ndryshe nga ç'mund të mendohet.